Kurti kërkon lirimin e ish-krerëve të UÇK-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në 5 vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ka kërkuar lirimin e tyre. Kurti vlerëson se 5 vjet pritje dhe arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit, rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët, teksa shton se prokuroria ka përfunduar rastin dhe më nuk ka dëshmitar, për çka sipas tij s'ka as arsye ligjore e as morale që Thaqi, Veseli, Krasniqi e Selimi të mbeten në burg. Menjëherë pasi kishte vënë lule të freskëta te varri i Astrid Deharit me 5 nëntor 2020, Recep Selimin e dërgua në burgun e Hagës ku ende po e mbajnë. Përveç tij edhe Hashim Thaqi, Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi po ndodhen në paraburgim tash e 5 vite. 5 vite pritje, 5 vite pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit, rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët, por prokuroria ka përfunduar rastin e saj. Dëshmitar më nuk ka dhe nuk ka arsye ligjore as morale që të mbahen edhe më tej në paraburgim. Kështu ka menduar që nga dita e parë. Kemi punuar gjatë dhe me përkushtim për këtë çështje në heshtje, sepse shpesh puna e mirë bëhet pa zhurmë. Por ndonjëherë puna që nuk shihet, nuk dihet, ka shkruar Kurti. Mes tjerash, Kurti ka thënë se si kryeministër zyra e tij ka kërkuar lirimin që nga fillimi, për çka ka bërë publike për herë të parë edhe një letër drejtuar kryetarës së dhomave të specializuara të Kosovës, Meselina Hag e Katerina Trëndafilova. Si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, si deputet prej vitit 2014, bashkë me Regjën i patën paraqitur të gjitha argumentet e qëndrimet për këtë gjykat që është sot duke u gjykuar. E si kryeministër, zyra ime dhe unë kemi kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi. Në VM po bashkangjes letrën që është dërguar drejt për drejt zonjës Trëndafilova në lidhje me këtë çështje në shtator të vitit 2022. E bëj publike sot për një arsye të vetme, sepse besoj se është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trëndafilova pas 2 javësh që mori letrën nga unë nuk ndryshoi gjë. Kërkesat e paraqitura nuk morën zgjidhje. Tutje Kurti u zotua se kërkesat që ndrojnë ende teksa u shpreh se në Kosovë ekzistojnë të gjitha garancitë për përgjigje pozitive ndaj tyre.